Nëse ne kemi vetëm fiksimin, pasionin për shembull, çfarë ndodh? Vetëm me pasion ne mund të kemi seks për një natë, por nuk mund të kemi dashuri, nuk mund të kemi një lidhje. Nëse kemi pasion dhe intimitet, pra pëlqejmë një person dhe kemi pasion, por nuk kemi përkushtimin, mund të kemi një marrëdhënie të zjarrt afat shkurtër, po pa përkushtim nuk do bëhet afat gjatë ajo marrëdhënie. Nëse ne kemi vetëm pëlqimin, por nuk kemi as pasion, as përkushtim, kemi një njohje interesante. Mund ta pëlqejmë, por mbetet tek njohja, nuk ka as pasion, nuk është asaj zjarri, nuk është asaj përkushtimi afatgjatë. Nëse ne kemi intimitetin dhe përkushtimin, por nuk kemi pasionin, kemi një shok të mirë. Pra kemi dikë që e pëlqejmë, jemi të përkushtuar, po s'kemi atë zjarrin, kështu që do mbetet thjesht në kuadrin e shoqërisë. Nëse ne kemi vetëm përkushtim, pastaj nuk kemi as pasion, as intimitet, kemi një mbledhëri. Vendosen bashkë dy njerëz që supozohet të përkushtohen në një martesë kur as nuk e njeh një person, kur as nuk e njohin njëri tjetrin, nuk kanë një pëlqim sepse nuk njihen, ke një shok seksi, një shoqë seksi, sex buddy, siç i thonë, që ti mund të kesh atë marrëdhënien fizike, por nuk e njeh personin, nuk e pëlqen, dhe është thjesht diçka e vazhdueshme.